Rreshtet e dedura të shiut kanë përfshirë Kosovën ditën e fundit që kanë sjellë përmbytje dhe vështirësi në disa komuna, duke rrezikuar baneza, rrugë dhe infrastrukturë publike. Sipas mediave lokale, situata me problematike raportohet në Gjakov, ku lumenjtë Erenik dhe Krena kanë dalë nga shtrati duke shkaktuar vërshime të mëdha ujë në disa zona. Problemi janë shënuar edhe në komunat e Skënderajt, Drenasit, Malishevës, Rahovecit, Klinës dhe Deçanit, ku uji ka përmbytur rrugë dhe toka bujqësore. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bëri të ditur se rreshtet e ditëve të fundit kanë ndikuar në rritjen e niveleve të lumenjve kryesore të vendit, përfshirë Iberin, Sitnicën, Lepencin dhe Moravën e Binçës. Megjithëse ngritja e nivelit të ujit paraqitet aktualisht e lehtë, si pasojë e përmbytjeve në disa segmente rrugore, KEC ka ndërprerë përkohësisht furnizimin me energji elektrike në komunat e Drenasit, Malishevës dhe Rahovecit, si mas sigurie, ndërkohë është ndërprerë për furnizimin me ujë nga kanali i Lepencit për të garantuar siguri dhe cilësinë e ujit të pishëm nga qytetarët. Në Prishtinë, autoritetet komunale kanë apeluar për kujdes të shtuar, duke paralajmëruar për mundësi të problemeve në qarkullimin rrugor, bllokime të kanalizimeve dhe rrezik dhe rrëshqitje të dheut, si pasojë e vërshimeve të ujit. Institucionet po monitorojnë situatën dhe u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin zonat e rrezikuara.